Fuqia e Partisë Demokratike të Kosovës është në zamrat e njerëzve të mirë të Mitrovicës. Faleminderit shumë të gjithëve për një fushat jashtëzakonshme, për një fushat madhështore, për një fushat qytetërume me cilën, duke i dhonë mbështetje Arionit, ju i tregut krejt Kosovës se Mitrovica edhe don ma mirë, edhe mund ma mirë, edhe bën ma mirë. Unë jam sonte pas përfundimit të një ditë të gjatë zgjedhjeve pikërisht unë Mitrovic. Kam zgjedh që t'i adresohem juve dhe qytetarëve të Kosovës pikërisht nga kjo palestër për t'i falenderuar ata gjithandej për besimin dhe për mbështetjen e madhe që na ka dhënë si parti, duke na bë partinë fituese të zgjedhjeve lokale. Kemi fitu numrin më të madh komunave pa balotazh. Dhe tani e kemi një rezultat që duhet ta presim deri në votën e fundit. Aktualisht, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, Zoti Tahiri, është duke udhëhequr. Mirë po, janë ende votat e diasporës, votat me kusht të cilat do të përcaktojnë rezultatin final të gorës. Dëshiroj të falenderoj për një gorë madhështore, shumë të dinjiteshme, profesionale, me integritet, me disiplin, me edukat, Arjan Tahirin që unë jam në bazë të informatave, dhënave që i kam, edhe pse janë ende preliminare, nuk janë përfundimtare, sepse dua të bëjt e qartë, përfundimtare janë dhënat e cilat i publikon KQZ-ja. Edhe Partia Demokratike, si parti, në këto zgjedhje, kam rrinë një rezultat të jashtëzakonshëm. Nuk është kjo fitore e Arjan Tahirit, është fitore e Mitrovicës dhe qytetarët Mitrovicës. Unë jam këtu të bashkoj të gjithë qytetarët e Mitrovicës, sepse për mua, secili qytetar i Mitrovicës dhe Mitrovica është më e rëndësishme se gjithçka tjetër. Janë duke u numëruar edhe votat e fundit. Jemi në prag dhe shumë afër që sonte të kapitalizohet fitoria e madhe e qytetit Mitrovicës. Pavarësisht soj, edhe nëse shkojmë në rundin tjetër, ne do të vazhdojmë të jemi bashkë në secilën shtëpi, në secilën lagje për qytetin me qytetar deri në fitorin e madhe në qytetin e Mitrovicës. Ne nuk jemi vetëm, sepse ne jemi bashkë. Mitrovica është bashkë, qytetarët e Mitrovicës janë bashkë dhe vetëm qytetarët e Mitrovicës vendosin për fatin e tyre dhe për qeverisin e tyre tashëm. Nuk ka forcë, nuk ka individ, nuk ka profile që mundën me vendos për fatin tonë. Për fatin tonë do të vendosun vetëm ne Mitrovicasit.